Hi. Hi again. Hi again. Sot që ke bërë shumë bukur një, do të thënë shumë seksi. Më than, duhet shkosh te Salsano dhe Elona dhe Më duhet fal, të kur bësh nuk është bërë ndonjëherë Eriola Doçi në seksi e bukur dhe në formë? Ti vazhdon të jesh single apo E plotësuar jam. e plotësuar? Po. Që thot nuk je single. Interpretoje si ta ndjesh. Kështu e ndjej unë. Po, jam e plotësuar. Je e lidhur, bravo të qoftë. Je ti një vajzë që e lë karrierën tënde për dashurinë? Jo, nuk e kam bërë. Nuk e ke bërë. Kam patur mundësinë ta bëja, por nuk është akoma rasti. Që të lësh dashurinë për dashurinë të karrierën. Dikush që të shtyn drejt bërjes këtyre veprimeve apo të detyron të vë kushte, nuk është dashuri. Aha. Se idealin princi nuk e duam, por po më vure kushte, mendoj që minimizohen ndjenjat pastaj. Jo, nuk të thash që nëse nuk të lë ai. Që ti do t'i përkushtohesh. Të heq dorë. Do t'i përkushtohesh dhe heq dorë për dashurinë. Dashuria, një farë dashuria është edhe dashuria për ekranin, dashuria për qenë afër njerëzve me projekte të ndryshme, kështu që nuk heq dorë nga dashuria. Nuk heq dorë. Cili është sekreti yt Eriola për të qenë energjike në ekran dhe kështu në formë, seksi? Ken ti një ndonjëherë, dëgjoj, kur themi eksperjenca e parë për shembull në aktrim, nuk është eksperjenca e parë që ne kemi aktruar në jetën tonë, me veten tonë, me njerëzit. Ndonjëherë bëhemi si Jokeri, atë buzëqeshjen fasad. Për shembull, këto janë ditë shumë të vështira për mua, edhe kam kaluar shumë eksperjenca mbase qoftë shëndetësore, qoftë personale, shumë të vështira dhe po prap vi solare e qeshur. Ke kaluar eksperienca të këqija këto ditë? Çka ka ndodhur me ty? Domethënë pas filmit më mblodhen të gjitha dhe pata një blackout total, nga shumë aspekte, kryesisht nga energjia. Po thua që u smure? Po. Edhe në ekran thjesht e fshehim sepse nëse ti njerëzit kanë halle dhe ti u dalësh, ti u flasësh për halle për ditë apo e ngrysur me nerva, patjetër që nuk është përçon energji negative dhe nuk do doja, domethënë ta bëja këtë gjë, por ndonjëherë zgjedhim, siç e thash, edhe ta ktrojmë dhe një jetë se Jeti që nga ato gra që do të jepin dy alternative, do bësh karrierë politike apo artistike, këto zgjidhje? Po ta provoj mirë politike. Po kush të josh më shumë? Artistike më shumë. Artistike të josh? Qofse do më josh te politike, do e kisha bërë. Ose do filloja me ndryshimin e stilit, sepse mendoj që kur ekspozohesh në një farë mënyre, kur je vajzë, le të themi, që luan edhe me fotot, me hiret, me që të zgjosh edhe pak audiencën, publikun, mendoj që është vështirë pastaj të shkosh, se do paragjykohesh gjatë gjithë kohës për atë që ke bërë ose ke shfaqur më përpara dhe nuk do e shijosh dot atë drejtimin ku ti po shkon apo po merr. Se ti pëlqej e famshme në ekran për shkak të bukurisë tënde? Jam e mbajtur fizike apo për shkak të natyrës apo ku diun inteligjencës apo ku diun çfarë mund të kesh? Mendoj që është një miks. Syri, impakti i parë patjetër është ajo që shef, se ti nuk do hash një mollë të kalbur Salsano. Se bën dot. Që dhe ajo molla duhet jetë e mirë, pastaj ti ndjesh shijen. Pra janë të lidhura të gërshëtuara me njëra tjetrën. Po ti mendon që pamja jote është ajo e para që e tregon këtë? Mendoj që postura, qëndrimi qoftë me anë të mënyrës se si dukem, qoftë me anë të asaj që them. I shet ti hiret e tua, i shet mirë në ekran? Po, me thënë drejtën, dalin vet. Unë shoh goca që i nxjerrin. Kush del? Dalin mod. Hava. Kë ke gjë më bukur në trup ti? Syt. Ema e syt. Jo, realisht tash. Jo, ti ke gjithë portretin, je pozitive, je e qeshur. Po që. Pse nuk je në ekran me qira fjali, me që i ke të gjitha këto dhe zjuartësinë dhe seksin dhe elokuencën dhe bukurinë dhe sepse bëra një pauzë që të eksploroja këtë fushën e re. Prandaj momentalisht jam dedikuar këmbë kokë